Është temë mjaft e nxehtë edhe në rrjetet sociale, edhe në kontaktet e përditshme që kemi me mamat e reja, hezitojnë t'i bëjnë vaksinat. Tani, ka rreth 140 vite kur është shpikur vaksina e parë humane nga Louis Pasteur, vaksina kundër tërbimit. Dhe kjo hapi një epokë të re, bëri revolucion në shëndetësi, dhe unë i besoj fort, jam nga shumica e mjekve, jo vetëm unë, i besoj mendimit shkencor që vaksinat kanë shëruar nga sëmundje të rënda që tek tuberkulozi, murtaja dhe kolera dhe sëmundje të tjera të rënda pandemike, të cilat lia e vërtet, variola vera, të cilat nuk ekzistojnë më. Dhe kjo është një sukses i vaksinave. Imunizimi është e ardhmja e mjekësit, e shëndetit. I besoj fort pra vaksinave.